Paça me ju o vëllezër dhe motra, sot kemi një fjalë shumë e bukur që është e lidhur me Virgjën Mari. Na flet për lumturinë e vërtet që ajo ka gëzuar edhe që është mundur që ne ta gëzojmë dhe ta dëgjojmë ungjillin e ditës. Leximi ungjillit shenjtë sipas Lukës. Ndërsa ai po fliste për këtë gjë, një grua në mes e turmës e çoi zërin e i tha: "Lum kraharori që të mbarti, e gjint që thithe." Ai përgjigji: "Madje të lumet ata që dëgjojnë fjalën e hyjit dhe e zbatojnë." Fjala e Zotit, lavdi ty o Krisht. Kjo fjalë është edhe akoma lidhur me fjalët që kena dëgjuar përpara. Për faktin që Krishti na ka folë për lutjen, edhe që një gjë e nevojshme për lutjen është që ne të hyjmë në praninë e Zotit. Kjo është çështja e parë kryesore, që të hyjmë në praninë e Krishtit, që të jemi si Maria të këmbët e Jezusit, si Maria motra e Martës, e që të kemi dëgjimin e tij si gjë më e çmueshme në jetën tonë. Krishti është e vetmja gjë e nevojshme, e me dëgju atë është shpëtimi janë. Feja vjen nga dëgjimi, edhe feja që është marrëdhënie e gjallë me Krishtin, qëndron e fortë, e gjallë dhe rritet kur ne lutemi. Që ne të qëndrojmë në marrëdhënie me një person nevojitet që ne të flasim me atë person. Edhe dëgjimi, dialogu është dëgjimi dhe që të dëgjojmë dhe të flasim. Dëgjimi dhe të foluri. Edhe këtë marrëdhënie me Krishtin, në dëgjim, në të foluri, prodhon në çlirimin, që largon djajt nga ne, na çliron, fjala e Krishtit na çliron gjithmonë më shumë, që shtëpia jonë të jetë plot me praninë e tij. Kush don fjalën e Krishtit dhe e ruan, thot Krishti, ati im do ta doj, dhe tek ai do të vinë, tek ai do të banojmë. Edhe kjo është lumturia që ka gëzuar Virgjëna Maria. Ajo ka dëgjuar me të vërtet fjalën e Krishtit, fjalën e Zotit, dërguar nëpërmjet engjëllit Gabriel. Edhe ajo nuk u mbështet në forcat e veta. Nuk është e mundur që një grua të lindë një djalë duke qenë e virgjë. Tërë ajo ka parë pamundësinë në veten e vet, por ka pas përpara mundësia e Zotit për me ba çdo gjë. Atëherë ka thënë: "Ja shërbetoria e hyjt, u paft mbi mua si është fjala jote." Edhe Zoti dëshiron që ne të bëjmë të njëjtën gjë, që në dialogu me të duke dëgjuar fjalën e tij, ta marrim fjalën e tij për veten tonë. Çdo herë që ne dëgjojmë fjalën e Krishtit, me ba këtë pyetje: "Ç'a don me mu, o Zot? Ç'a dëshiron ti me pa në jetën time me këtë fjalë? Si e duke me dashur ti me këtë fjalë, si me ngushëllon, si me qorton, edhe çfarë ti me kërkon, çfarë ti ke dëshim me dhanë mu që të realizohet, jo në saj të fuqisime, por në saj të pushtetit tëndë. Atëherë që të themi si Virgjëna Maria: "U baft mbi mua që është fjala jote." Kur ajo, që luftu Krishti.